Ju kujtohet kur i patëm vizitu dy vende në kërkim të kompanisë multimilionshme Noah Energy Trade. Të dyja patën dalë vende fiktive sepse nuk gjinte zyra që. Në ndërkohë, doli një fotografi ku shihet afishet e një kompanie Noah Holding që supozohet me qenë kompania umbrella Noah Energy Trade. Të regjistrumi ka veç 2 punëtor. Shkojmë deri te çajo zyre, deri te çaj lokacion, ta shohim a është dikush aty, apo nën dikush në kompaninë multimilionshme Noah Energy Trade. Që e gjetëm edhe zyren e Noah Holding. Kjo çush e di unë, ka qenë një varë Noah Control çka tjetër, po ta shohim kompania multimilionshme. Qëto i ka zyrat, që është po e sheni, nuk ka kërkush. Dhe që kjo është fatura ujta, s'po di të shka. Dhe me thonë ta keni parasysh. Kjo është një prej kompanive më të mëdha në Kosovë. Së është kërkush. As bërlog s'pas ka. Jëm kuon edhe gjeon, që mos me thonë rastësisht ndodhe mshel, nuk ka. Që kjo kompani, dhe me thonë, që kjo është kompani multimilionshme, e 8 në Kosovë. Për projeksionet e vitit të ardhshëm ka me dalë e 2. Vitin e kaluar me qarkullim 161 milion ka qenë kompania e 8 më e madhe në Kosovë. Në 3 muajin e parë të vitit 2025, pra çdo viti e ka rritë qarkullimin edhe fitimin 110%, 70 milion për 3 muaj. Sipas projeksioneve, 357 milion euro ka me qenë qarkullimi i kësaj kompanie në të cilën nuk gjendet kërkush. Erdhëm veç sa me jap një perspektivë, apo e shihni krejt qëta. Edhe kjo vetun, ose apo e shihni krejt qëto kompani tjera qëto që janë. As një për tyne, as bashk, as kjo vetun, nuk e kanë qarkullimin vjetor që e ka kompania Noah Energy Trade, që kjo trafika qëto. Edhe njerë, projeksionet për këtë vit janë qarkullim 357 milion, kurse veç 3 muajorin e parë të këtij viti e ka rrit fitimin dhe qarkullimin për 110%, 70 milion pra veç në 3 muajorin e parë. Vitin e kaluar me qarkullim 161 milion ka qenë kompania e 8 më e madhe në Kosovë, kurse këtë vit sipas projeksioneve do të jetë kompania e 2 më e madhe në Kosovë. Pra, krejt që ka sheni kompani rrugës, se cilën që e sheni, me selit më dha, me shumë zyra, se cila është ma e vogël edhe fiton ma pak se sa Noah Energy Trade. Një kompani fantom vjen në Kosovë, krijon qarkullim multimilionsh edhe s'do me folë kërkush për këtë punë.